Është për ta përmbledhur, PS-ja deri tani ka patur 96 vota që i ishin dhënë më shumë, po do i zbriten tani, thjesht për ta sqaruar, dhe 86 vota ka patur PD-ja më shumë që do i hiqen. Pra, zoti Kaso, duket sikur keni vjedhur njëri tjetrin atje. Ju ra kauza? A ja vleti e gjitha kjo? Ky proces i numërimi? Duhet përkufizuar koncepti kauzës, se Partia Demokratike s'ka pasur ndonjëherë kauzë rinumërimin, rivlerësimin e votave, aq më pak si tha kolegu juaj, marrjen e mandatit 14 përmjet procesit numërimit të hapjes kutive e tjera. Janë kauza më shumë mediatike dhe më shumë për konsum publik, sesa ajo që ka qenë pretendimi kryesor i Partisë Demokratike, që në datën 11 maj nuk ka patur një proces zgjedhor, dhe si e tillë ka investuar kolegjin zgjedhor, tani që u shpreh ditën e dieshme, por më së pari Kasin, që është instancë e parë e ankimit, me kërkesa për pavlefshmëritë të procesit. Krahas këtyre kanë qenë kërkesat kandidatëve të Partisë Demokratike, sikundër ka patur edhe kërkesa të paktën të bëra publike nga kandidatë të subjektit tjetër, të Partisë Socialiste, për rinumërim dhe rivlerësim votash. Ata kanë pretenduar se numëruesit ose ata që administrojnë procesin, për llogarit kandidatëve të tjerë, kanë bërë këto manipulimet vogla në procesin e tabulimit të rezultatit, pra të nxjerrjes rezultatit, dhe ka patur ajo që kemi thënë prej kohësh, tashmë është domen publik, dy qasje të ndryshme nga forcat politike. Ne kemi qenë për transparencë të plot të procesit, me çfarë do lloj kushti, dhe i qëndruam deri në fund këtij përkushtimi publik që bëm, që të mbështesim kandidatët tonë për të kërkuar transparencë, për të kërkuar votë në tyre, për të parë... Thoni se është gjithë kjo zvarritje e këtij procesi, një lloj pengmarrje, gjithë ne që merremi... Çfarë do lloj procesi që i shërben transparencës, i shërben asaja ndërgjegjësimit të shqiptarëve që në një mënyrë ose në një tjetër vota e tyre që kanë hedhur, pavarësisht si kanë arritur te procesi votimit, por kjo është një temë krejt tjetër dhe nuk e di sa kohë kemi për këtë. Po që vota e tyre që hedhin kutinë e votimit do të numërohet dhe do të vlerësohet si duhet, ja vlen me çfarë do të kushti. Po duket se e keni bërë dhe ju dhe pala tjetër, dhe numëruesit tuaj dhe numëruesit e Partisë Socialiste. Unë besoj që gjërat janë bardhë dhe zi, sikundër e tha dhe kolegu juaj, që vota që nuk i takonin janë marrë ose janë hequr. Bëhet më shumë fjalë për vota që janë vlerësuar në një mënyrë të caktuar në një proces numërimi. Pra fjala vjen vota që ka patur X-in në përfundim të emrit kandidatit dhe jo në kutinë përkatëse ku duhet vihet shenja, që në proces numërimi për shembull është vlerësuar si vot për kandidatin dhe vot për subjektin, dhe tani në procesin e rivlerësimit, që bëhet një numërim nga e para, por dhe vlerësohet, jepet vlerë votës, është e vlefshme apo e pavlefshme, është vlerësuar në një mënyrë të ndryshme. Ose një vot që ka qenë i paqartë vullneti ka qenë midis dy kandidatëve, që në një moment parë mund të jetë përcaktuar për njërin kandidat, në këtë moment është përcaktuar vot vetëm për subjektin zgjedhor, pra zbritet nga totali. Pra nuk bëhet fjalë që Partia Demokratike janë shtuar 85 vota në numërim që s'kanë qenë vota fare në kuti dhe nuk kanë ekzistuar ato vota. Por ka qenë një vlerë e caktuar që ishte dhënë votës në momentin e parë nga një grup tjetër numërimi dhe nga një KZAZ që ka për detyrë të bëjë këtë punë, kudo që ka qenë Kamëza në çfarë do lloj vendi këtu në Tiranë, dhe sot vlera që jep Kasi që me gjakftotësi në një kushte krejt tjera, pa asnjë lloj ngarkese as të pa ngarkesa që ka 11 maj, e kuptoj çfarë do të thuash. Po as të lodhjes, as të presionit, as të kohës e gjithçka e tjetër me cilën janë përballur numëruesit atje, jep një vlerësim krejt ndryshëm. Zoti Klosi?